Shtyrja e rivlerësimit të pronave ka qenë ndër arsyet kryesore të rritjes me 44.5% të çmimit të banesave në 6 mujorin e 2 të 2024-s, e cila ka sjellë si zinxhir edhe një rritje të qirave. Sipas drejtorit ekzekutiv të Shoqatës Shqiptare të Pasurive të Paluajtshme Narea, si rezultat i pritjes për rivlerësimin, shumë prona që ishin për rishitje nuk janë nxjerrë në shitje. U krijua pritshmëria që ky rivlerësim do të ndodhte, madje do të ndodhte shumë shpejt brenda shtatorit. Rivlerësimi nuk ndodhi asnjëherë dhe nuk ka për të ndodhur të paktën deri në 2026. Në këtë moment, për shkak të procesit të rivlerësimit të munguar, një pjesë e mirë e pjesës ofertës e rishitësve të apartamenteve, pra po them ajo pjesë e tregut e cila e ka prona me hipotekë dhe i hedh në treg, pra që quhet rishitja, e troqi të gjithë sasinë e pronave deri në zbardhjen e vendimit për sa i përket normës së re të tatimit të fitimit kapital, stoku i ndërtimeve të reja, i cili ishte i vetmi stok në treg, por që fatkeqësisht del të paktën 20-30% më shtrenjtë se sa tregu i rishitjes. Në rritjen e çmimit të qirave ka ndikuar edhe Airbnb, pasi shumë apartamente po jepen më tepër me qirafa shkurtër sesa me qirafa gjatë. Çmimi i qiravës ka dy fenomene, pse janë rritur. E para, për shkak të sektorit turizmit, pjesa e Airbnb-s ka vazhduar të performojë dhe ka tërhequr prona nga stoku i qirave afatgjata. Në të njëjtën kohë, gjendet përballë një tregu i cili për shkak të mungesës së rivlerësimit nuk kishte alternativë zgjidhje. Për sa i përket rënies së kërkesës për prona nga rezidentët e huaj, Pipuria u shpreh gjithashtu se kjo ka ardhur si rrjedhojë mungesës së dokumentacionit, pra mungesës së certifikatës së pronësisë të ndërtimeve të reja.